Pavarësisht premtimeve të shumta, edhe atyre elektorale, pensionistët e qytetit të Vlorës vazhdojnë ende të jenë në hall të madh. Pensionet qesharake, siç ata i cilësojnë edhe vetë, të cilat i përfitojnë çdo muaj, nuk janë as pak ndihmës për ekonominë e tyre familjare. Pensionistët tregojnë se me të tilla vlera që përfitojnë nuk e përballojnë dot jetesën, ndaj çdo muaj janë të detyruar të shtrinë dorën tek fëmijët në emigrim. Ata tregojnë se pensionet nuk mjaftojnë as për të ngrënë bukë, duke bërë që shpeshherë të kërkojnë edhe borxh. Për gjatë muajit, pensionistët thonë se nuk mendojnë për asgjë tjetër veçse për ushqime. Si duket, kam do pak vlerë për ju ky pension, për ekonominë tuaj familjare. Qa ekonomia do këtë, qa do këtë? Ne s'pagojnë do drita, ujë, ilaçe, me 100.000 lekë pension. E përballon do të muajnë, e shtyve do të muajnë? Falë Zotit kemi fëmijët. Na japin në qikë fëmijët, në ndimë fëmijët. Nëse nuk do ishin fëmijët? Me të keqe, si gjithë tjerët. Qa do këtë? Duhet të rritet pensioni si eshe? Normale që duhet të rritet. Normale që duhet të rritet. Një jetë të tërë në punë. 20 cakë kusur vjetë më këtonë në punë. Ta që të bëjmë? Në këto kushte jemi, në këto gjënje jemi. Ndërkohë të pyes diçka mes, aja del do ta përballosh muaj? Jo. Po çfarë bën? Me të keqe. Me të keqe. Me të kursyer? Me borxh. Me borxh. Po. Ja tani do iki në drejtë, do ik tek një dyqan atje, do jap 30.000 lekë borxh. Sa borxh merr në muaj? Unë marr 70.000 lekë. Borxh në muaj. Po. Se vetë jam me invalid. Edhe shlyen muajin tjetër? Po. Ja pavarësisht. Ai që më kanë ndihmuar, i faleminderit, barësi apo Zoti atij. Më kanë ndihmuar jashtë mase. Po, nëse s'do kishe këtë mundësi për të marrë borxh, çfarë do bëja? Keq. Mendon se duhet të ngrihen pensionet? Po. E pikë e parë është e pensionistët të ngrihen. Se po bëgon pensionist, të vesh në spital, të vizitosh, ai do erën parë më palë, erën parë do të kontrollojnë në xhepet. Pastaj shëndet. Po. Është ky pension dhe është një mes për ekonominë tënde familjare? Jo, nuk më del, se unë shumë i invalidatë. Nuk të moshe, unë invalidatë. Me gjithatë, e vjen me të mëdhenjët. Po si ja bën, si ja del? Po, ama shë bashkë. Ku hamë, ku s'hamë. Të ndihmojnë fëmijët? Kanë hallet e tyre, edhe fëmijët. Qati thua qati. A i ka vajtur të punoj në më të ruaj. Ka pas raste nëna që e detyruar të marrësh borxh? Jo, borxh nuk s'ka marrë. Sigurë që duhet të dhënë. Apo s'është. E njëjta gjë. Aty je. Qmeri 180, drita uj kishim 38.000 lekë. Do pagujmë ujin, do pagujmë drita, po na pron fëmijët do hanë, do lanë qeras na pron. Ndërkohë sa e keni qeran? 200. Je ke qeran 20.000 lekë tepër se pensioni? Po. Unë s'marr pension, merr ti pshoj, s'kam Ti je me rrogë apo vetëm me pension? Jo, shtëpiake. Do me thënë, ekonomia juaj varet nga ky pension? Na ky pension po na do të fëmijë. Sa të vështirë ke si kryefamiljare që të menaxhosh ekonominë? Shumë vështirë. Ja del dot? Më të keq. Ndërkohë të ndihmojnë fëmijët. Po, mos bie fëmijët, ne kemi mbaruar. Ken do pak ndrojtje edhe ti kërkosh, se sigurisht janë fëmijët aty. Kam me se ti punojnë, po unë jam me detyruar. Graduar të lartë, po se. Kemi si ta bëjnë, nuk. Do mos uji, drita tjerë është pa parë, vini shikojnë njerën 3-4 muaj, i vend 30, 20, 50, aqë, se kemi, se s'kemi, jemi detyruar të pakë. Do me pa granë, do pa pagojnë. kafe, do pagojnë. Prej intervistave të pensionistëve të Vlorës, shihet e tregohet një anë tjetër e errët, tepër negative e realitetit në qytet, ku shumë prej tyre çdo muaj detyrohen të marrin borxh vetëm për të ngrënë tek bizneset lokale të qytetit, të cilat tregtojnë produkte të shportës.